Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka dekretuar datën 9 nëntor 2025 për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie në 6 bashki të vendit: Tiranë, Vlorë, Berat, Mat, Tepelen dhe Cerrik. Vendimi vjen pas marrjes së njoftimit për vagancat nga Këshilli i Ministrave me 30 shtator 2025. Vagancat në 5 bashki të tjera janë krijuar për shkak të dorëheqjes së kryetarëve, ndërsa për Bashkinë e Tiranës shkak ka qenë vendimi i Këshillit të Ministrave për shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliaj pas kërkesës së Këshillit Bashkiak Tiranë, i cili me shumicë votash kërkoi hapjen e rrugës për zgjedhjet e parakohshme. Presidenti Begaj ka theksuar se ka shqyrtuar rregullshmërinë e procedurës së ndjekur, duke konfirmuar se shpallja e vakancës u bë pas një procesi të verifikueshëm dhe konstatimit nga Këshilli Bashkiak dhe Këshilli i Ministrave. Në këtë kontekst, presidenti nuk shqyrton meritën e vendimit, duke respektuar neutralitetin institucional. Sipas kuadrit ligjor, shkarkimi i kryebashkiakut për mosparaqitjen e detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprer nuk i nënshtrohet jurisdiksionit kushtetues, por jurisdiksionit gjyqësor administrativ, dhe për këtë arsye procesi për Tiranën është pezulluar deri në vendimin e gjykatës kushtetuese. Presidenti ka bërë të qartë se me shpalljen e dekretit palët kanë në dispozicion mjetet ligjore për të mbrojtur interesat e tyre dhe ka bërë thirrje për një fushatë zgjedhore etike konkurruese dhe në respekt të kodit zgjedhor, duke inkurajuar qytetarët që të marrin pjesë masivisht në votime.